Klubi i futbollit Shkodra për kategorinë U15 sapo fitoi ndaj Dinamos 1-0 në java e fundit e kampionatit dhe fiton të drejtën e ngjitjes në Superlig. Një sukses i merituar i dy trajnerëve Rudi Peranici dhe Taj Peranici, që kam në këtë moment në intervistë, drejtori teknik i klubit Shkodra. Urime profesor. Faleminderit, kënaqësi për intervistën. Klubi Shkodra në traditën e tij disa vjeçare, jo vetëm për trofe, por ajo që është me kryesorja dhe qëllimi kryesor, elementi cilësor për të shërbyer futbollit jo vetëm shkodran, por edhe shqiptar, është në traditën e futbollit shkodran. Edhe sot në fetimin e këtij titulli, që është me të vërtetë një sukses një vjeçar i grup moshës U15, që vitin e ardhshëm do lozin në Super League, është me të vërtetë një merit e trajnerit Rudi Peranici dhe gjithë skuadrës. Por ajo që është me kryesorja, në këtë përbërje ka futbollist me mjaft cilësi që nesër mund të përkrasin futbollit jo vetëm shqiptar, por edhe në arenën ndërkombëtare. Siç ishte Vajushi, Regi Sukaj dhe portieri Pacaj. Me të vërtetë janë tre lojtarë që kanë qenë gjatë gjithë vitit boshti i skuadrës, por që kanë edhe cilësi dhe shpresojmë në të ardhmen me punë, me përpjekje, me vullnet dhe disiplinë, të jenë lojtarë të ardhmës të futbollit. Profesor, klubi i futbollit Shkodra, e kemi thënë vazhdimisht që është një fabrikë, një fidaniste e prodhimit të talenteve, e ka treguar për dekada me radhë. Do të vijoj të furnizoj vllaznin, Superligën, kombëtarën e Shqipërisë, por edhe Serie A, ku luajnë futbollistë dalë nga klubi juaj. Megjithëse jena një klub i vogël në emrin klubi i futbollit Shkodra, por duke nisë nga prodhimtaria e futbollistëve të talentuar që kanë furnizuar jo vetëm futbollin shqiptar, por edhe në arenën ndërkombëtare, për të mos u rikthyer ndoshta emrave si Hysa, Vajushi, Guri, shumë lojtar, Antonio Marku, Kruja e shumë lojtarë të tjerë. Unë do nalem të brezi i fundit i klubit Shkodra, siç është Marcinero Panaka që luan sot te Partizani, Alivoda që let në Arabi, është Smajli që let me Ballkanin në Kosovë, edhe Aleksandr Trumçi, një prodhim 100% si i thonë i klubit futbollit Shkodra që ka filluar futbollin në moshën 10 vjeçare dhe deri në moshën 18 vjeç. Sot let me Shkëndinë e Tetovës. Pra është një prodhimtari me të thënë drejtën. Është në fokus të menaxherëve për këtë fund sezoni. Ky futbollist me të vërtetë ka një merit jashtëzakonshëm, por që është rrit edhe qysh në moshë të vogël dhe deri në moshën 18 vjeç pranë klubit Shkodra. Dhe sot ai është me të vërtetë në fokusin e shumë ekipeve sepse ka bërë një paraqitje të shkëlqyeshme me Shkëndinë e Tetovës. Pra, siç e thatë edhe ju, klubi Shkodra me të vërtetë ka prodhuar futbollista në vite. Prandaj përmend tre lojtarë e sa fitun kupën e Shqipërisë, sepse do të jetë me emra sepse ky Vajushi ngatron. Erion Vajushi, po, për me emën është trashëgimi e Vajushit dikurshëm, por është një Vajush tjetër, Erioni. Dhe kemi një Sukaj tjetër. Po, Vajushi është antar i ekipit kombëtar U15, është një lojtar me mjaft perspektivë dhe ne shpresojmë të ecin në emrin e këtyre futbollistëve që përmenda pak më parë, por një Sukaj tjetër, Regisi, përsëri një lojtar jashtëzakonisht i mirë mbrojtës, që do ecin në rolin kundërt me Xhavairin, një mbrojtës dhe portieri Pacaj, janë një treshe që klubi Shkodra shpreson që të ecin në gjurmën aty në futbollistët që përmenda më lart. Por ka edhe të tjerë në ekipet e tjera zinxhir, duke filluar nga mosha 11, 13, 16, 17, 19, që klubi Shkodra punohet për të ecur në atë gjurmë edhe për të prodhuar futbollistë të nivelit lart. Tashmë me dy ekipe në Super League, knasi, një klub po themi modest. Gazi, dy ekipe ne jena mësuar me pas edhe më shumë në ekipën Super League, 3 dhe 4. Ne për arsye të reformës që ka bërë Federata Shqiptare e Futbollit, ne fitum drejtën për të rikthyer edhe herë në Super League me ekipin 14, me ekipin 15 dhe tani kemi një objektiv që vitin e ardhshëm të rikthehen edhe me ekipin 16 dhe 17. Pra, ekipi Shkodra do të jetë pjesë e Super League shqiptare duke paraqitur një nivel të lartë të futbollit. Dhe së fundi edhe një lajm tjetër që nuk është publikuar shumë në media, por është bërë i njohur, klubi i futbollit Shkodra ka nënshkruar një marrëveshje edhe me klubin Olimpik Shkodra, i cili ka konkuruar në kategorinë e 3 sezonin e kaluar dhe tashmë do të luani me futbollistët e rritur në kategorinë e 3. Aty ku ju keni këmbulur për vitësh. Gazi, nëse ne kena arrit qëllimin me moshat,
dhe kena pas sukses ata që i përmend edhe të tjerë. Ekipi rritër metet një peng, jemi personal, që unë kam pas gjithmonë një dëshirë të jashtëzakonshme që Shkodra, qyteti jonë, të ketë 2 ekipe të rritura, sepse meriton, duke nis nga kontingjenti i madh futbollista që mund banë edhe 2 ekipe të tjera që lozin në Shqipëri Shkodran. Për sa i përket, pra kena marrë pjesë edhe në disa herë në kategori, kena arrit me shku deri në finale për të dalë në Super League me Castellón de Cruz dhe kena pas ekipe më të vërtet të mira. Por i rikthehemi edhe herë, kjo ishte një dëshirë olimpik Shkodrës, që kanë 2 përfaqësues që janë nga Hollanda dhe kanë shprehë dëshirën për me marrë pjesë me emrin e klubit futbollit Shkodra. Dhe ne kena shprehë gatishmëri në aspektin teknik, ta mbështesim, edhe besoj që me mbështetjen e tyre financiare dhe me mbështetjen tonë teknike, të arrijmë një përfaqësim dinjitos edhe në kategorinë e tretë dhe pas në kategorinë e dytë. Suksese profesor. Edhe diçka, Gaci, unë du me të përgëzu në mënyrë publike, je pjesëtar i stafit të klubit futbollit Shkodra, qysh në krijimin e saj, je drejtues në klubin e Shkodra, por je edhe një nga ato që jo vetëm futbollit të klubit Shkodra, por promovon ekipet e moshave dhe je një mbështetje e fuqishme e futbollit Shkodran dhe klubit futbollit Shkodra. Unë falenderoj në mënyrë personale, Gaci. Respekte profesor. Faleminderit.